me garu në Mitrovic në emrin e listës Guxo, sepse kish ditë që kish përfunduar me 2-3%. Po ka shku me vendosën, për shkak se ka qenë me vendosën. Ja nuk ka formalisht. Pse Lunik për shembull ka kandiduar lista Guxo? Këtu nuk luan gash rol emri. Tu luan rol sigla e partisë për cilën garan. Po sepse po ndryshe ka çasë një randa të mos ka kuptim, ti me qenë bashkëkryetar i një partie politike, që kjo partie politike garan në disa komuna, e ti si bashkëkryetar i partisë, shkon garan në një parti tjetër. Që kjo ka kuptim. Pikë kuptimi s'ka. Është si kandidat në IVV Guxo, po. Jo, veç S'ka vëdhe. Qëre, ti Guxo, koalicion. Nxirrni zyrtarisht llogon e Faton Peci ka vetëm vëllava mund të ka pasur listë veçantë të Guxos. Ta dëgjojmë pak këta Orlandi minutë. Në Mitrovic ka pasur listë veçantë të Guxos. Po, për asambli. Për asamble, ka pas listë veçantë. Kjo është i partisë Guxo në koalicion me vetëvendosje. Jo, se s'kan koalicion? Çu s'kan koalicion? Po jo, dhe se s'ka garuar në koalicion, ka garuar me vendosje. Po ata kanë koalicion, varet ata çyshe kanë formuar. Varet çysh kanë mu certifikuar KQZ. Çysh je shkuar aty e ke çu kërkesën. Po s'ka lidhje se edhe herën e kaluar Guxo ka konkurruar me koalicion. Kur koalicion? 2021. Jo, gabim je. Juridikisht s'ka pas koalicion. Po juridikisht s'ka pas, po ka garuar bashkë. Nuk ka pas sigurisht. Nuk ka pas para 4 viteve lista Guxo me garuar vetëm në disa komuna, edhe me listë për asamble, në këto zgjedhje ka hyrë me u provu kusht. Ka hyrë në disa komuna me kandidat lokal. Ha? Nivel lokal po flas, po tash ka dalë në kesh. Po kjo është arsye pse po thonë që Faton Peci ka hyrë me vetëvendosjen, sepse e ka ditë që po të hyrë me listën Guxo, vetëvendosja janë dhe kandidaturin, edhe Faton Peci ka vërteton kjo. Jo Faton Peci më ne që ka sakrifikuar edhe për Guxon apo për vetëvendosjen e në Mitrovic. Ai sakrifikat ai është vota njëri i dytë i tretë më i votuar me Kosovë. Normal, çamë ministër ka qenë ose të me pepe një jo të konë me ime mos pushtet sakrifis ta ulant me ime me ka pushtet. Sakrifis, ka pushtetit në ka shkupi nivellit nacional në nivel lokal, Adel. Ka qenë në nivel lokal e sakrifis që ka qenë shumë autonom nivelin lokal. Se ka autonomi lokale Kosova. Po nivelin dytë i pushtetit. Po veç je i Mitrovicës jugut, nuk je i Prishtinës, apo den kryetar dallon shumë kjo. Apo den. Edhe nga fuqia, nga buxheti, nga tash për mua është njëjtë, si një nikshin Prishtinë. Meqense je kryetar, tash ke kapacitetin e Prishtinës na njoh, që është ky qyteti i vendit, atë tash nuk janë të mendoj që mirë as me mazi as me kapacitet mirë që shkojnë edhe figurat kryesore në nivel lokal. Më nxjerrni Faton Pecin ka qenë me logo të TVV-s, po gjithë. Se ka përmend madje kun, hiç nuk e kam një herë që ka përmend Guxon. As përmend se ko. Jo, ka listë veçantë Guxos ka bë, listë veçantë ka pas të asamblesë. Po jo kryetarës ka kandidu bashkë me ai dy që të thonë, sikur me dal Albin Kurti, edhe me thonë nuk po kandidona prej VV-s unë, po kandidona prej Guxos. Po normale kjo. Nëse je bashkëkryetar, Albin Kurti jo, nuk është bashkëkryetar, është lider. Ai është profeti i vendosjes. Profeti i vendosjes, po nuk po flasim për është më shumë Albin Kurti profeti i vendosjes se Ramushi profeti i Okës. Albin Kurti. Ai është sigurt, shumë i sigurt. 100%. Konsultove me Matushin. Nuk ka parti politike që një më mirë. Nuk ka nevojë me konsultuesi një të dyja të mirë. E di çish funksionon edhe atë paktin 2009 se tutje, edhe di çish funksionon edhe Okeja. Kështu që nëse ka një profet politik këtë vend, është Albin Kurti. Po ç'ka problemi? A kthehemi pak tek Prishtina. Prishtina në fjalise Piero Fidone. Se ka Prishtina kemë shkuar në Mitrovicën këtë komuna. LDK-ja e ka bën një rreziku që kanë në vështre. Domethënë ajo që ka ndodhur në vështre. Edhe në një farë mënyrë friga që tash LDK-ja ka dalë me vend kundër PDK-s në vështre.
Nëse LDK-ja nuk del, më PDK-ja tash, nuk del për kraje të LDK-s në Prishtinë. Që shenë të konsideru për qytetarin si top futbolli asja. Minimum. Sidomos me elektronin e Prishtinës. Po jemi të folë për partitë politike dhe qendrime që i mojnë